aq banale sa i tha gay, ka folë për orientim seksual. Trashëme në liçë hedhë para praktikës. Do të realizosh çështje tjetër. Nuk vimi një debat as unë me këtë. Po, dëgjoj. Zotri Ramaboja. Çu kanë akuzuar këtu? Komandantat e UÇK-s që keni Evropë bashkëkombëtar kanë shkuar në Amerikë kanë akuzuar, kanë shkuar në Evropë kanë akuzuar. Lajm global, BE-a zgjedh presidentin e parë gay letonez. Ky nuk e di se kish ide. Po thelbin nuk është se i pava plot budall, nuk është budall. Se nuk mundesh ti me ko çaj budall. Mundesh me kon okej, padishëm mesatar, po jo budall. Kjo nuk ka budall. Kjo është me hap sinjale të qarta. Ç'sh mundesh në bisedë 10 minutë, 7 minuta me fol kes për Amerikën. Pse ki nevojë, zotni? Pse ki nevojë? Ç'sh mundesh 3 minuta atje me fol kes për Kosovën? Kush e bën çeta? Tregom aty, do me thonë, a kemi në atash të qartë që këta kanë shku, ç'sh kanë akuzuar këtu? Komandantat e UÇK-s që keni Evropë bashkëkombëtar kanë shkuar në Amerikë kanë akuzuar, kanë shkuar në Evropë kanë akuzuar. A është krejt e qartë? E tash me dalë. Deshti me polemizu direkt. Po, Ramaboj. Të do të vinë. Këto tezat I ka të përmbysura. Mirë, leximin e ka total gabuar. Që ku është argumenti që është na dëgjum. E para teza për se ka agent respektivisht sulm drejt për drejt ndaj shtetit të Kosovës. Është një prej tezave më të keq përdorura pa asnjë argument. Ramaboj, me të rrim konkret edhe për publikun. Konkret, dekonstruktomi edhe për mbështje. Zotri Ramaboja, ku janë shembujt e përmbysur? Shkojmë pikë për pikë. Pikë për pikë. A e shohë ti opozitën? Jo, sulmin drejt për drejt kundër shtetit Kosovës. Brenda këtyre 4 viteve, shteti Kosovës ka përjetuar për ata që duan të lexojnë mirë politikën. Ka përjetuar një lloj ndërtimi të dinitetit shtetëror. Dëgjoj, është pikërisht veç diçka, nuk mundet. Veç 2 minuta pra me veç minuta dëgjoj. Jo 20 minuta ti. Ky është keq përdorim I studiut. Çush veç pak. Jo 2, po 10 minuta. Ama nuk mundesh ti shembujt e mi me përgjithësim me I hedh poshtë, e mastaj argumentet mos mi pas rreth shembujve të mi që I hedhën para praktikës poshtë. Do të realizosh çështje tjetër. Veç e ndëgjom 10 minuta për 10 minuta kemi dëgjuar. Dhe unë kam dëshirë që spaku 1/3 e kohës tënde ta kam unë. Lutem. Diniteti I shtetit Kosovës është brenda këtyre 4 vjetëve si asnjëherë tjetër. Po ky si thaj ke çështo? Po ky kurti nuk I thaj aty me tani. Po si thaj ke çështo? Po mirë, talojmë për prezantimit të shtetit Kosovës. Biseda, niveli politik, niveli I komunikimit diplomatik e tjerë. Ty ta kanë shndërruar Republikën në Republikë të dinitetshme dhe bazë të dinitetit nacional. Ka kanë tharësin në biznes, në media, në politikë. Jo kështu, Ramaboj, apo mbret lutem Lerem. Apo më lën veç pa. Është e drejtë e imi ata thema. Lerem. Po, dëgjoj. Zotri Ramaboj. Dallimi mes Debat Plusit edhe media të tjera është që në Debat Plus, në Debat Plus kërkohet e vërteta. Nuk vimi një debat as unë me këtë se përcaktoni ju. Se përcaktoni. Zotri Ramaboja. Veç pak. Zotri Ramaboja. Lutem. Të përqendrohemi. 4-5 minuta unë I tham tezat e mia I tha 3-4 tjera. Po. Zotri Ramaboja. Kush e cili e thot fjalën vetë, hajde ditën e mirë. Lutem. Lerem të dëgjojmë 10 minuta. Lutem. Po. Ke respekt. Po. 2-3 minuta s'po. S'po tham 10. Por zotri Ramaboja, një kërkesë nga unë si drejtues. Nga është aq banale sa I tha gay. Krahasosh. I tha gay, ka folë për orientim seksual. Personi me emër Grenell, jo Amerikë. Orientim mirë është, por orientim, pro ka komentuar kryeministri I vendit tim, orientim seksual. Ç'është tjetër është? Qysh? Ç'është tjetër? Jo, zotri Ramaboja. Tezat e mia amerikane. Në nivel evropian, në nivel botëror, Parlamenti Evropian në dokumenta zyrtare, ndërhyrjen e Grenellit e ka quajtur as pak diplomatike dhe jo dinitetshme për një përfaqësues një shteti demokratik. Për te kësaj, senatori Amerikan, Sander, e ka cilësuar si veprim absolut në përshpërputhje me interesat amerikane.
Tash nuk mund të lexohet politika amerikane vetëm nga një kënd vështrim. Në asnjë moment. Dhe anti-amerikanizmi, akuza për anti-amerikanizëm është aq banale, saq nuk e han as gati kjo s'të kulse me thonë kur kooperativat e Rusisë. Veç pak. Lutem, vazhdo, Ramabaja. Çështja e mbrojtjes së dinjitetit të shtetit dikun tjetër bëhet atëherë kur ti e trajton opozitën, respektisht e kundërta, opozita qeverin në përputhje me interesin nacional. Nuk shkojnë në Bruxelles edhe zyrtarëve evropian mos i suspendoni masat, sepse kjo flet për mungesë të dinjitetit personal edhe shtetëror. Dhe opozita mos shkojnë kryeministri ka bërë një detyrë që do duhet ta bënte secili deputeti joni. Kjo ka qenë edhe arsyeja pse e kam votuar unë Arbresha Kryeziun që ta them publikisht. Mirë.